Edi Rama pasi i futi gjushin në qeli, pasi bëri çdo lloj përpjekje për të bërë pazar me Erion Velin, që të mos të pranoj shkarkimin dhe të mos i drejtohet gjykatës kushtetuese, duket se dështoj në këtë përpjekje. Do më thënë, duket se Erion Veliaj nuk pranoj marrëveshjen, gjersa ai ju ka kërkuar avokatërve të tij të depozitojnë ankesën në gjykatë kushtetuese. Kjo është përgjigja e parë. Pavarësisht nga kjo, sot është ditë e hënë, Prishti nga ora 1, kukulla e Edi Ramës në presidencë do firmos mos pas lënë vaj autopenin aty për datën e zgjedhjeve. Tani, me qenë se shton një problem, të garantoj se opozita sot, në këtë moment që flasë, ka jo një, por ka disa, jo një, por disa kandidatë dhe kandidatë të pakrahasueshëm me korbën e korrupsionit. Të pakrahasueshëm.